çfarë do ajo këtu? Çfarë feste shkëlqyer, mbreti Stefan. Mbretër të pasur, zotërinj dhe sa për të qeshur, qënka dhe rebelja. Jam zëmëruar shumë përse nuk mora një ftesë. Nuk isha e mirë pritur. Nuk isha? Çfarë situate e sikletshme. Shpresoja se thjesht kishit qenë të hutuar. Në qoftë se është kështu, atëherë është më mirë të shkoj. Mos u fyet shkëlqesi? Jo, madhëri. Dhe për t'ju treguar që nuk mbaj mëri, edhe unë dua t'i jap një dhuratë vajzës. Dëgjoni këtu që të gjithë. Princesha në të vërtet do të rritet me mirësi dhe bukuri. Të gjithë njerëzit do e duan. Por përpara se dielli të perëndojë në përvjetorin e saj të 16, ajo do të shpoj gishtin me majën në një rrote dhe do të vdes. Jo! Arrestojeni atë shtëri! Sprapsuni ju budallën! Mos u dëshpëroni, madhëri, Serena duhet akoma të jap dhuratën e saj. Atëherë, a mund të anulloj këtë mallkim të tmerrshëm? Jo, madhëri. Forca e shtrigës është shumë e madhe. Por ajo mund të bëjë diçka. Por bëj ç'të mundesh e dashur. Jepi. Princeshës, nëse profecia do të vërtetoheshe, nuk do të thotë se do të vdesësh, por në gjumë ti do të biesh, dhe gjumi y do të përfundoj, nëse dashuria do të përqafoj. Le të jetë kjo dhurata më me vlerë, që shpresa kur mos të të lerë. Por mbreti Stefan, që akoma ishte i shqetësuar për shëndetin e princeshës, urdhëroi që çdo rrotë në mbretërinë e tij të digjesh menjëherë. Dhe kështu u bë. Shputallallak. Të pish një gotë çaj e dashur. Jam e sigurt që gjithçka do të rregullohet. Ai zjarr nuk do ta ndal shtrigën. Sigurisht që jo, po çfarë do i ndaloj? Unë mendoj se nëse do të arsyetojmë pak Ta me të. arsyetosh? Me shtrigën? Nuk mund të jetë kaq e keqe. Po shumë e keqe.